E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi këtë herë për t'u pozicionuar tek Big Brother VIP Albania 5. Siç duket, akoma pa u bërë 24 orë mirë brenda kësaj shtëpie, banorët kanë nisur luftrat e para. Dinamika e parë dhe zënkat e para kanë ndodhur mes Kristit, Senos, Ilirit edhe Brikenës. Brikena siç duket shndrohet në një fenomen në këtë format, apo të paktën kështu unë e shoh. Dita e djeshme ka nisur me shumë emocione. Fillimisht zënkën e pati një herë Vrenozi, Iliri. Gjatë bisedës Vrenozi u shpreh hapur pak kënaqësinë e tij, duke ironizuar situatën dhe duke deklaruar se ishte lënë në divan për të fjetur, ndërsa sipas tij Kristi kishte vepruar me qëllim. Do me thënë, Iliri thot që Kristi më ka lënë me qëllim jashtë. Tani, Vrenozi thot, më thoshte ik shtriu, më lata ty më mbuluat, doli ky skuthi, ma solli këtu këtë dhe iku. Skuthi e ka për Kristin në këtë rast. Nga ana tjetër, Brikena ndërhyri në diskutim duke theksuar se kishte kuptuar lojën e Kristit pa e thënë hapur. Sipas saj, veprimi ishte bërë që Vrenozi të pushonte dhe të flinte në divan. Debati u shoqërua jashtëzakonisht shumë me komente ironike edhe me batuta. Por debati nuk ndaloi këtu. Shkodrani, shumë përfolur, Seno, e shikoi që ka një lloj inati brenda vetes që realisht ai dëshiron që të jetë i pari dhe në fakt unë e shoh si konkurrent shumë të fuqishëm brenda këtij formati sepse ato lloj konkurrentësh kanë patur sukses. Natën e mbrëmshme Kristi bëri një lloj loje që i ftoi të gjithë banorët brenda asaj shtëpie dhe në fakt foli me to. Foli gjasme dëshiron ta lënë lojën, por Brikena ja kapi lojën. Aty Kristi pushka në një farë mënyre ku Senoja nuk e pranonte dot që Kristi ja kishte bërë mendjen që Senoja të vije nga jashtë edhe të ulet te divani. Këtu nisi lufta e madhe mes Senos edhe Brikenës, sepse Senoja tha që unë këtu brënda nuk ja var Kristit fare, biles doja derdh trut, ky do derdh trut. Me thënë, ky do derdh trut është një lloj kërcënimi që Senoja e tha brënda kësaj shtëpie dhe kjo ndodhi natën e mbrëmshme. Do të thënë lufta ka nisur, sfidat mes banorëve ka nisur, e shikoj që është krijuar një lloj muri ftohtë menjëherë me Senos edhe Kristit, do të thënë Senoja e urren Kristin shpirtërisht. Dua të marr mendimin tuaj, ky do derdh trut. Është një lloj kërcënimi, duhet ndonjë lloj ndërhyrje me zarm nga produksioni apo jo?